sot kemi një temë haul. Hello bukurosha dhe bukurosha, sot kemi një temë haul dhe janë diku te 200.000 lekë produkte. Yes, I know. Temu na është bërë realisht si smundje, nuk ka një gjë që e dua që nuk më shkon një herë në mendje që ta kërkoj në Temu. Nëse e shoh diçka diku, them, shiko se është në Temu. Rrezik e gjë më lirë, rrezik gjë në gjë më të bukur. Dhe avash është kthyer në fiksim. Dhe me që mua sot më erdhi kjo pako e gjigande, që në fakt duhet ishin 2 pako, por me sa duket I kishin vënë në një pako, shpresoj mos të ketë harruar ndonjë gjë. Së çfarë pa që më sjellin 2 pako që unë I kam porositur në 2 javë të ndryshme bashk. Zakonisht nisen, nëse whatever, do I kontrollojmë. Dhe spoiler alert, disa gjëra këtu janë për 2 video të ardhshme që kam menduar për të bërë për YouTube. Dhe mezi pres të jam. Kështu që me atë rast do merrni vesh te 2 video që do bëjmë. Vazhdojmë. Nxjerrim pak armët e ftohta dhe vazhdojmë me çarjen. Një gjë kushton 120.000 lekë dhe është një gjë brand. Sepse nuk e di për ju, por unë kuptova që Temu pas ka brande. Do më thënë janë brende të ndryshme që literalisht kanë dyqanin e tyre dhe janë verified, që do thotë ti e ketë sigurt 100% që janë ato. Dhe këto gjërat by the way nuk I kam porositur për t'i bërë unbox në TikTok, por me që erdhën thash pse jo. Kështu që ndoshta nuk janë aq interesante. Do fillojmë me Fillojmë me Bismillah. të parën, ta ish pak se na z. By the way, këtu është koleksioni I Pokémons të dashurit tim. Yes, ndoshta një ditë tjetër do ju bëj një tour, një haul, I don't know. Se vazhdojmë se shumë flas. Këtu kam një pako për Këtu kam një palë rroba që më duan për palestër dhe I mora me tuta të shkurtra. Domethënë është bluza me krah të shkurtra dhe tuta të shkurtra dhe pas kanë super material. Është material stretchy dhe jo me shkëlqim, është I butë, është nga ata që go away. Ka xhepa! Kjo kanë si gjalp dhe kjo ngjyra më pëlqen shumë. Oh my god, so pretty! Vetëm se më duket e pas ka marrë pak të madhe, sepse aty ishte me masat aziatike dhe mua më thoshte që masa medium është masa extra large aziatike. Ejse, vazhdojmë! Kjo është një nga videot që do bëj. Dhe e tregoj dhe e hap, po nuk do e shoh se dua që t'jetë kështu, t'jetë live reaction në video, sepse ky është një set make-upesh misterios. Është një make-up mystery box që ka supozohet të ketë një full face of make-up, edhe unë do mundohem që të bëj një make-up të bukur vetëm me këto. Do hap vetëm sa për të parë topin, se me sa duket që kanë gjitha në një top. O zot, ndihem si një vajzë e vogël. Është super cute. Janë gjitha këtu. Domethënë nuk është aq e madhe, po nuk është aq e vogël në fakt. Ka eyeshadow palette, matte lip cream, ka palet, pas ka blush kuq, pas ka lip liner, lip oil, një face multi-stick, I don't know what that is, dhe concealer, pas ka dhe brush dhe sponge. Unë po mendoj që ta bëja me brushes që kam unë, po besoj se challenge-i mu tamam do jetë nëse e bëj me vetëm çfarë ofron kjo. I'm excited. Vazhdojmë. Marr një Ka marrë një palë shapka me gish që kanë pak parë, shumë cute. Oh my god! Janë shumë të bukura. Kanë këtë pjesën e ripit e pas kanë kështu si kastor, I don't know, si është shqip, duken shumë nice. I ka marrë numër 40, aty thoshte që duhet ta marrë që numër më të madh se numër jot, unë kam numrin 39, shpresoj të më bëjnë dhe jam shumë e lumtur që I bleva se jam shumë e sigurt që do I përdor. Cute. Po, më pëlqen kjo porosia këtë herë, më duket sikur ka vetëm gjëra që do I përdor që I dua. Kjo është një tjetër gjë për një video. Nuk e di, I keni parë ato mbështira që bëjnë krup. Ka marrë një mango. Domethënë ka marrë këtë formën për të bërë atë që bën krup, por në formën e mangos. Not gonna lie, nuk e di se sa gjatë do e shtysi video sepse ishte shumë e vështirë dhe kishte shumë ingredient, por thjesht, nuk e di. A girl can only hope që të bëj diçka që ja tha truri një ditë në mes të natës, sepse pa një TikTok, sepse kohëve të fundit çdo gjë që na vjen në mendje na vjen nga TikToku. TikToku is the new Google. Vazhdojmë. Kemi tani një veshje. Oh,
Kjo është që kanë atjere. Dukej shumë e bukur të postimi. Dukej shumë e bukur. Që nga shumë e bukur. Cute. Vetëm se materiali që nga ndryshe, mendoja se do ishte si DV, por jo, është komplet polyester, of course, po thjesht mendoja se do ishte pak me trash. Që nga si elastike, por still cute për plazh. Cute. Besoj? Thoni po jo. Next! Do vim pak të një tjetër ide për video. Këtë e pash në TikTok gjithashtu të një vajze huaj që po e bënte dhe më lini t'ju them që tani që e procesoj, nuk e di a do bëhet dot, por është një full face of makeup vetëm me tatuazhe. Dhe kjo që kam tani në dorë janë vetulla tatuazh. Edhe supozot që unë çdo hap të make-upit ta kem tatuazh, të gjej pjesët e tjera. Këto janë buzët. Të vetme të gjeta për buzët ishin këto të kuqet me gur. Janë shumë. Nuk e di çfarë të bëjmë. Tatuazh tjetër kemi këtë. Është eyeliner. Do më thënë, imagjinoni pak, të vëj pak të vëj të syrim këtë, nuk e di. Palaço komplet. Ky është nga një lip gloss. Jam shumë e sigurt që nuk kam porositur asnjë lip gloss. Ose është ndonjë nga ato që janë si tatuazh. Më mbaroi storage edhe nuk e kuptoj se si mund të paguash 12 euro në muaj, JC, po me ty e kam, storage, iCloud edhe prap të mbaroj. Nëse, ku e lam ne? E lam të kjo gjëja, nuk e di çfarë është, por me shumë mundësi, dhe pse thot lip gloss, duhet jetë ndonjë lip stain sepse ka ardhur me 2 aplikues. Por nuk do të hap sepse çfarëdo që është për videon që do provoj make-up-e. Okej. Vazhdojmë. Kjo ishte një bluzë shumë e bukur. Ishte shumë cute. Ishte një bluzë me ripa të holl, edhe vinte kështu si bubbly, si e fryrë. Pas ka adjustable straps, që do thotë që ripi mund ta shkurtoj dhe ta zjas sa të dua. Look at this! Shumë cute, shumë e bukur. Dhe materiali nuk që ka i keq, që nga shumë nice. Imagjinoj këtë me pantallona të bardha ose lino. Love. Vazhdojmë. Nuk e di çfarë është kjo. Ky mund të jetë një blush. Më duhet një blush në një ngjyrë specifike. Këtë nuk e kam marrë për video, këtë e kam marrë literalisht për ta përdorur. Nuk është se kam provuar shumë make-up nga Temu, të them të drejtën, mos them që s'kam provuar fare. Nuk puno ka. Unë thash se poshtë duhet ta rrotulloje. Poshtë ka sfungjerin. Ngjyra. Okej, shumë cute. Girl. Super ngjyrë. Tonë që fix kjo ngjyrë më duhet. Ta provoj pak. O zot. Shka që bukur. Vazhdojmë. Kemi një varse që unë e kam marrë për në plazh. Nuk e di kur do vëj sepse unë e kam vdekje që të vendos bijuteri në plazh. Prapë blej gjëra për plazh. Super. Okej, se gjithsesi nuk ka pse të jem vetëm për plazh. Mund të jenë edhe për në dark. Shumë e bukur. I'm sorry, por është shumë e bukur. Duken si gur deti, duken si luspa, duket si një varse sirene. Duket si kur shkova dhe e bleva në botën e sirenave në ujë, kur i ka të bëj shopping në ujë. What the fuck am I saying? Vazhdojmë. Çfarë është kjo? Jo, kam e vërtet, çfarë është kjo? Nuk mbaj mend që të kem blerë diçka të tillë. Më duket se e kam marrë për një kanatiere specifike që mendoja se do dukej më bukur me këtë gjë. Edhe është e lezetshme, në fakt ka krahët e shkurtër dhe lidhet këtu fjongo me këto gjërat. Cute. Një shtesë interesante e ndonjë outfiti, besoj. Vazhdojmë me pakon e madhe. Okay, I guess. Kjo gjë që doli këtu. Janë eyeshadows të videos që do bëj me tatuazhe. E kuptoni tani se çfarë po thoja kur po thoja për
Palaçull. Nëse miq, nëse flishem shumë të ajo videoja, nuk dhe postoj. Vazhdojmë tani me gjën që ka bërë 120.000 lek. Është kjo këtu dhe janë një palë atlete New Balance, se doja thoja Nike, por janë New Balance dhe janë 530. Do thoni ju, gjesi, mund të blesh në dyqane këtu. Shiko, keni shumë të drejtë se nuk është se i mora më lirë. I mora fiksat që janë dhe këtu në fakt. Thjesht do ta përvoja, nuk më duk shumë interesante që New Balance kishte dyqanin e vet në Temu. Thash super. Do marr një palë atlete komplet pa lidhje. Më duket se i kam marrë numrin e gabuar. Më duket se këto vinë më të mëdhaja. Nuk e mbaja mend se çfarë numri kisha. Apo jo. No, këto vinë kanë prerë më të vogël dhe duhet i marrë gjysmë numrin më të madh, okay? Thoni okay para se të më ikë truri për 120.000 lek. Nice, vazhdojmë. Kjo është kutia. Tada! Kartolina nga New Balance. Unë e kam fix një palë si këto. Kam përdorur aq shumë. Për mendimin tim janë top 3 atletet më të rehatshme ever në mos të parat. Për mendimin tim janë më të mirat. E vëj theksin te për mendimin tim, sepse është mendimi im, vëllat, çfarë duhet ty, çfarë mendoj. Vërtet janë atlete që avlejnë. Kjo ishte pakoja ime e madhe nga Temu. Më lini t'ju them që unë u befasova dhe vetë nga gjërat që kisha blerë këtë herë, sepse ishin të gjitha gjëra super të mira dhe që do i përdor, dhe që do më shikoni dhe ju teksta i përdor, sepse do jem pjesë 2-3 videove që do bëj. Mos harroni të më ndiqni në TikTok, Xesi, dhe në Instagram, Xesi, por me 2 i më shumë. Jo, në fakt, e kundërta. Xesi dhe në Instagram, Xesi me... Dhe mos harroni gjithashtu të bëni subscribe, të më komentoni, nuk e di, të më flisni, çfarë do lloj gjëje që doni, videot që doni, gjërat që doni që unë të përmirësoj, nuk e di, whatever you want, whatever you wish. Love you all! Dhe faleminderit që më ndiqni, jeni shumë të mirë, nuk kam parë njerëz më pozitiv se ju, okay? Paçi.